Masturbimi ose ndryshe quhet si vetkënaqësi. Është metodë me të cilën njerëzit vetkënaqen ose është metodë që njerëzit e përdorin për me u kënaq ose me u vetkënaq, quhet bën pjesë në grupin e marrëdhënieve seksuale solo ose të vetme. Sepse marrëdhëniet seksuale janë dy forma, solo ose vetëm edhe me partner, ato të partnerizuar. Masturbimi është pra marrëdhënie seksuale solo, e vetme. Është dukuri shumë e shpeshtë. Nuk besoj që ka njeri në botë që se ka provu njëherë me masturbu ose me vetkënaqje. A është e dëmshme? Nuk është e dëmshme nëse bëhet në soza normale, pa dëmtime fizike edhe pa e tepruar. Masturbim bojnë të dy sekset, edhe seksi femën, edhe seksi mashkull. Seksi mashkull historikisht dihet që e përdor më shumë. Dhe masturbimi të seksi mashkull bëhet në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme dhe gjithmonë qëllimi i fundit i masturbimit të mashkujt është ejakulimi ose derdhja e spermës. Për me qenë të aftë me u vetkënaq gjatë masturbimit, mashkujt ose burrat e djemt përdorin metoda të ndryshme. Ka persona që masturbojnë pas një lloj stimulimi. I mbyll syt, fillon me masturbu dhe e mbaron shumë shpejt. Disa persona tjerë kanë nevojë për stimulim ose për diçka shtesë me ndihmu. Këta shumica përdorin pamje të ndryshme, fotografi erotik, që është e shnetshme me përdorë gjatë masturbimit. Ka persona tjerë që masturbojnë duke imagjinu në seks me dikon të dashur që e ka. Ka persona që masturbojnë me fantazi, e fantazojnë një partnere ose një artist ose një person që është i pëlqym për ta dhe masturbojnë përmes fantazisë. Por fatkeqësisht shumica e djemve, sidomos shumica e djemve të ri, masturbojnë duke pa porno. Dhe kjo shkakton një efekt negativ në dy aspekte. E para, përdorimi i shpesht i pornos shkakton vashmëri. E dyta, përdorimi i shpesht i pornos shkakton dështim ose dëshpërim për shkak të pritshmërive që i merr personi duke pa porno. Pornoja është film, bëhet për qëllime komerciale. Nuk ka asgjë të bëjë me realitetin. Bëhet me artista, me regjisor, me persona të ndryshëm që e kanë punë primare përgatitjen apo incizimin e filmave porno. Dhe rrjedhimisht persona që mësohen ose bëhen të varfër me masturbue duke pa porno, shkaktojnë dëme edhe fizike edhe psiqike në shëndetin e vet. Pra e prekun edhe shëndetin mendor edhe fizik. Pse mendor? Sepse pritshmëritë që i krijojnë i bojnë problem me u kthy në jetën reale, dhe fizike sepse hin një farë rrethi vicioz që këshyr porno me masturbu edhe masturbon për me pa porno. Edhe bëhet në mënyrë kontinuele. Unë kam pas raste, ka pacienta që vinë edhe ankohen se i duhet me lëshu punën, me shku në shtëpi, se si ka kushtet në punë me pa porno, me shku në shtëpi, me kyç porno, me masturbu, me u kthy prapë në punë. Mund duhet i vjen prapë mas një ore, prapë shkon në shtëpi, masturbon edhe kthehet në punë. Pra është i dëmshëm kur bëhet i tepërt, kur bëhet obsesion, kur duhesh me i lënë punë tjera edhe me u marr me masturbim. Përndryshe, masturbimi i mirë, masturbimi me erotik, me fantazi, me imagjinata, është i dobishëm për shumë arsye. Është i dobishëm kryesisht për mashkujt që nuk kanë partner. Dhe për mos me met mongut kënaqësive që i marrin ose që përfitojnë gjatë një ejakulimi, këta masturbojnë. Është aktivitet i lejuar, është i mirë, pra nëse bëhet në mënyrë për me u kënaq, pa e tepruar. Tash unë më pyet sa është tepër, kur bëhet tepër? Tepër është gjithçka që shkakton se masturbimi është fërkim. Duhet me fërku penisin, nëse fërkohet shpesh, penisi mundet me u deformue, mundet me u ajpak, mundet me u skuq, mundet me dhimbt, sidomos ata që masturbojnë pa përdor ndaj lubrifikant. Dhe masturbimi është i dëmshëm kur dikush e përdor me qëllim të shmangjes partnerit. E ka partneren afër, për arsye të ndryshme, don me dënu, don me shmang dhe atëherë bëhet i dëmshëm,
sepse partneri tjetër jetë pa e marrë kënaqësinë ose pa u angazhuar në marrëdhënie seksuale me to, sepse personi tjetër po e kënaq veten me masturbim, ky po përjeton orgazm, po ejakulon dhe po i merr kënaqësitë e seksit, po e shmong ose e lën anash partneren që e ka dënuar për arsye të ndryshme.